Ky është libri i gjeografisë në gjuhën shqipe i klasës së 7 në Maqedoninë e Veriut, i botuar në vitin 2025. Te kapitulli i Kosovës për karakteristika socio-gjeografike, në këtë libër shteti më i ri në Evropë shkruan që i përket territorit të Serbisë. Për më tepër në këtë libër shkollor përmendet edhe termi Metohia. Republika e Kosovës gjendet në jug-perëndim të Serbisë, në jug-perëndim kufizohet me Shqipërinë dhe Malin e Zi, ndërsa në jug me Maqedoninë e Veriut. Relievi përbëhet nga luginat e fushë Kosovës në pjesën qendrore dhe lindore dhe Metohia në pjesën perëndimore. Në perëndim nga Metohia në drejtim të kufive me Shqipërinë dhe me Malin e Zi, shtrihet masivi më i madh malor, bishkët e Nemuna me majën Gjeravica. Politologu Qanin Uhiu nga Shkupi u shpreh se në pamje të parë ky tekst jep përshtypjen një përkthim jo adekuat të bërë nga gjuha slave në gjuhën shqipe. Mungojnë për momentin shumë informata për të pas një gjykim të plot, por sidoqoftë ajo që unë mund të shoh është një qasje jo profesionale në aspektin, edhe mund të them edhe jo shkencore, lirisht se përkthimi me siguri është bëhet mu duk. Ashtu që unë për shtypjen e parë, më duk si përkthim, edhe me toponimografi të them slave, që nuk përket me toponimet në gjuhën shqipe. Pra kjo është ajo kontraverza, teksti në gjuhën shqipe me toponimet në gjuhën serbe. Megjithatë, nga këto të dhëna jo të vërteta në një libër shkollor sipas Nuhiut, mund të krijojnë opinione polarizuese ndërmjet dy shteteve, prandaj dhe duhet penguar raste të tilla. Detyrimisht nuk mund të ikim edhe konotacionit politik të rastit, pasi është edhe politikisht është jo korekte, por mendoj se duhet reaguar, por fillimisht duhet mbledhen informatat rreth tekstit gjithçka nevojitet. Pra, çfarë lloji botimi është, botuesi e kret ajo, edhe që është më e rëndësishme, nëse është financuar nga buxhetet publike. Dhe reagimi do të jetë institucional nga Ministria e Jashtme, ambasada, te përfaqësuesit e shtetit të Republikës Maqedonisë së Veriut. Në rast se nuk ka reagim, politologu thotë se mund të ketë përsëritje të situatave të tilla dhe do të shndrohen në një praktikë jo pozitive, që mund të ndikojë më pas edhe në marrëdhënien mes dy shteteve dhe edukim me informacion jo të saktë të brezit të ri. Televizioni është munduar të marrë një përgjigje edhe nga Ministria e Arsimit në Maqedoninë e Veriut, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje. Po ashtu, televizioni ka tentuar të kontaktojë edhe shtëpinë botuese të librit, por nuk ka arritur të marrë një shëndrim. Autori i këtij libri është profesor doktor Blagoja Markoski, ndërsa nga maqedonishtja në shqip e përktheu Ronald Poloska. Ekipi ka provuar të kontaktojë përkthyesin në fjalë, por nuk ka arritur.